Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku natën e sotme për të kuptuar dhe për të analizuar pak se çfarë ndodhi sonte në Prime. Le ta diskutojmë pak Prime-in. Në fakt ishte një Prime i mbushur me shumë emocione. Banorët kanë qenë shumë të qetë, nuk i prisja që të jenë kaq të qetë, prisja pak më shumë dinamik, sepse 3 ditët e fundit, do me thënë, kanë qenë shumë të pakontrollueshëm, kanë qenë shumë të paduruar, por siç duket, Prime-i i qetësoi. Fillimisht njëherë Prime-i nisi me historinë e nënës së Selinës. Do me thënë, u komentua jashtëzakonisht shumë jashtë që nëna e Selinës ka bler çmimin, produksioni e mban Selinën brenda me zor, do me thënë, pas ka patur reagime të këtilla edhe nga familja që unë e kam komentuar dhe kam dhënë idenë time, kam thënë gjithmonë që familja e Selinës, duke e ditur se çfarë mlefi kishte babai i Selinës për lojën që po ndodhen brenda, normalisht që nuk do të ishte dakord që e bia e tij të vazhdonte lojën. Por çuditërisht Selina e vazhdoi, nga mënyra se si ajo u përgjigj, tregoi që e vazhdoi me dëshirën e saj, po do me thënë presioni i familjes, kërcënimi në fakt i familjes pas ka ndodhur pikërisht ato 2 herë nga 30 minuta, do me thënë që ishin publicitetet më të gjata që ndonjëherë ka patur Big Brother. Sonte u diskutua shumë për atë çështje. Në fakt nuk më pëlqejnë në asnjë mënyrë arsyetimet e Mirit, që Miri nuk ka fare arsyetime për historinë që ndodhi brenda në Big Brother. Çuditërisht e shoh, do me thënë, më së shumti dëshiron që t'i shpjegohet Selinës, t'ju shpjegohet publikut se sa të ngritet në këmbë edhe t'i kërkon një falje të ndjerë bashkëshortes së tij për të gjithë këtë gjurullti të madhe që është ndërtuar brenda asaj shtëpie. Do me thënë, e pash Mirin pak të turbullt brenda vetes, ndoshta ndikon edhe fakti që Selin dieshte që të shkonte para në finale. Selina në finale u komentua shumë, ne të gjithë e dinim, do me thënë ishte e dukshme më që Selina do të shkonte para në finale. Rogerti dhe Miri nuk e pritën fare mirë, nuk e përshëndetën, edhe nuk ja urruan finalen, ja uroi vetëm Shëndriti, por më tërhoqi vëmendjen Mateo, gjatë gjithë kohës, do me thënë, qëndron me Selinën, por e pash që ka një lloj frike nga Brikena, që kishte frikën që ta përqafon Selinën. Edhe tani që po flasim, do me thënë, edhe tani që po komentojmë, Mateo është në dhomën e gjumit me Shëndritin dhe Selinën. Do me thënë, Brikena ka krijuar një lloj frike tek Mateo, në qoftë se ai e përqafon Selinën, në qoftë se ai uron Selinën për lojën në Big Brother, Selinën e fuqizon, Selinën e ngres si banore. Dhe pash që Brikena përqafimin me Mateon e priti pak si ftohtë, do me thënë, nuk ishte ai përqafimi që unë e prisja që Brikena do t'ja jep Mateos. E la pak si të pavlerë. E di pse ndodhen, do me thënë, kjo gjë, por do ta komentojmë nesër. Një televotim i cili u hap sonte, do me thënë një televotim për të eliminuar njërin nga 3 banorët nga shtëpia. Çuditërisht në këtë banor hyn Shëndriti dhe Edisa, ku përfshirë këtu edhe Juelën. Analiza ime, do me thënë, për banorin i cili do të lërë shtëpinë ditën e martë, mendoj që do t'jetë Shëndriti që rrezikon më së shumti për të lënë shtëpinë, por edhe Edisa ka realisht një rol të interesant brenda kësaj shtëpie, po duke njohur që Shëndriti është një lloj karakteri që, do me thënë, është i gjithë përfshirë në për të gjitha diskutimet, ngjarjet, debatet në shtëpi, mendoj që vllau i madh do ta mbajë edhe një javë më shumë, ndërsa banorja e cila tashmë e mbyllën rrugtimin e saj në Big Brother është Edisa, sepse Edisa ka mbaruar më kapitullin e saj, do me thënë, nuk është se ka diçka për të dhënë, ka vetëm atë marrëdhënien me Mirin, përfshirë në diskutimet dhe debatet me Mirin, ka një diskutim të qartë të vetin që e ka Brikenën dhe Mateon, dhe mendoj që këtu mbyllet më komplet rrugtimi i Edisës në shtëpinë e Big Brotherit, ndërsa Shëndriti dyshoj që do të vazhdon edhe një javë apo 2 javë, mvaret se si do t'jetë, do me thënë, përzgjedhja tjetër, sepse kemi edhe 2 javë, po nga e marta deri të shtunën pothuajse ka një javë
për të përzgjedhur dhe një finalist dhe për të dalë dhe një nga shtëpia që realisht në ditën e fundit, më në të martën e fundit, do të dalin të gjithë për të shpallur finalistët për një javë më pas. Mendoj që Shëndriti do qëndrojë edhe 2 javë brenda shtëpisë, Shëndriti do të del i fundit, do me thënë 4 shenë përmbyllëse më që do të zgjidhen si finalist së bashku me banorin që do të mbetet në fund që do të largohen nga shtëpia. Rogertin nuk e pash në fakt sonte shumë të përfshirë, do me thënë Rogertin e pash larg shumë temave, produksioni nuk e përfshiu shumë, ndoshta nga fakti që Rogerti mos të fillon me pak kënaqësitë e tij, me ato zemërime që Rogerti i krijon, por gjithsesi sonte Prime ishte i fokusuar më së shumti tek Miri dhe tek Selina. Do me thënë e shoh që me patjetër produksioni dëshiron që Selinën dhe Mirin apo këtë historinë e krevatit ta mban gjithmonë në vëmendje. A do t'jetë kjo një javë e nxehtë? Me patjetër që do t'jetë, se në qoftë se Juela, Edisa dhe Shëndriti do të kenë debate, dinamika të forta, do të kenë diskutime të zjarrta, sepse edhe një javë edhe 2 javë, do me thënë duhet kuptuar që të gjithë këto luajnë për finale, pa marrë parasysh që në mendjen e tyre këto e kanë një lloj skenari të ndërtuar se si do të rrjedhin gjërat, se si do të shkojnë finalistët e tjerë e tjerë, por dëshira është e madhe që të gjithë të jenë në finale. Do të thënë dëshira është e madhe që të gjithë të prekin këtë skenë të mrekullueshme dhe mendoj që do të ketë debate shumë, do të ketë diskutime shumë, do të jenë 2 ditë të mbushura me shumë emocione dhe me shumë ngjarje brenda kësaj shtëpie. Këtu mos e përfshim të martën, që ndoshta edhe të martën mund të ketë lëvizje interesante. A jemi drejt një bombe të vërtet? Me patjetër që jemi, sepse Selina më tash shkoi në finale dhe shikoj që tek Rogerti dhe tek Miri ka filluar një lloj mlefi. Unë mendoj që sonte nuk përzjodhen asnjë për të shkuar në finale, sepse ndoshta Selin mund të bënte një lëvizje shumë të keqe, mund të zgjidhte një pikë interesante dhe kështu që domethënë ato vendosen që të mos nxjerrin sonte finalistin. Domethënë ishte një natë e mbushur me shumë emocione dhe shumë surpriza. Pyetja që më është bërë më së shumti, a mendon që produksioni do t'i hakmerret Selinës nga kultura e babait të saj? Unë mendoj që jo, sepse Selina ka treguar veten, normalisht çdo baba po të ishte do të kërkonte këtë gjë për fëmijën e tij, që domethënë ta shikonte jashtë asaj shtëpie, sepse e ndjen presionin, e ndjen dinamikën, e ndjen luftën dhe nuk dëshiron që fëmijën e vet ta shikon në atë presion aq të madh. Por gjithsesi vet koha do të dëshmon se si do të radhite gjërat brenda kësaj shtëpie. Ju vazhdoni të më ndiqni mua me subscribe, do takohemi nesër me videon e parë në orën 13 dhe më pas do me thënë me rrugtimin e të gjithë videove të tjera që ne kemi përmbledhur për t'i sjellur nesër, duke komentuar edhe diskutimet se çfarë nesër do të ndodhen brenda kësaj shtëpie.